Best of the Best në Grand Prix 2025 është, thuaje Betim? Big Mama. Hajde, Bigi. Çmimin e edicionit të 8 Grand Prix Best of the Best për vitin 2025 e fitoi këngëtarja Besiana Kasami, e njohur me emrin artistik Big Mama. Këtë çmim të spektaklit kulturor artistik që organizon Televizioni 21, Big Mama e quajti si dhuratën më të bukur të këtij viti. Për këtë vit mund të jetë dhurata më e bukur dhe motivimi më i madh që mund të jepet një artistit. Kështu që jam shumë faleminderuese. Planet për 2026 ke diçka të na zbulosh? Unë për plane nuk flas. Unë jam njëri spontan, këtë e din, kështu që unë serë që bëj plane, asnjëherë nuk më dalin planet mu, po mu jeta më çon spontaniteti, ç'a ndodh. Normalisht që pa plane, nuk ka vizion, kemi gjëra në kokë, po punojmë. Çmimin jetësor Grand Prix The Best për Elhame Bilalin. Pasuria jon kombëtare Teta Eli. Jo, unë do të vi këtu. Aktoria Elhame Bilali, tashmë në pension, pashtu dekurua me çmim për të cilën u shpreh shumë e lumtur e për të cilën tha se do ta ruaj si margaritar në mes çmimeve të tjera. Mendoj se për aktorin nuk është kurrë vonë. Edhe tani jam e gatshme të punoj çdo gjë, po jo edhe ta luaj ndonjë vajzë të re. Mes shumë artistëve dhe personaliteteve të tjera nga fushja e kulturës, artit e mediave, me çmim u shpërblye edhe poetja Etleva Tafa nga Shqipëria. Ky është një çmim, një ndër çmimet më të arrira dhe më të bukura për mua. Aq më tepër që po e marr dhe në qytetet e Shkupit, aty ku kam marrë dhe çmimet e para të mia të poezisë. Është nder, sepse çmimet gjithmonë të nderojnë. Gjithsej u nda 23 çmime për ata që kanë dhënë kontribut në fushën e tyre dhe kanë shkëlqyer në vitin 2025, por edhe për institucione si Shtëpia Alfabetit në Manastir dhe Festivali të Poezisë Ditët e Naimit. Në këtë spektakël u përkujtua edhe këngëtari Shpat Kasapi, tashmë i ndjer, e i cili ishte shpërblyer me Grand Prix në një nga edicionet e kaluara. The Best për më të mirin Shpat Kasapi. Faleminderit.